kalon Astirin te Unaza, futesh tek ai tuneli vogël, aty bllokohesh sepse të vinë makinat nga Lapraka nga lart. Për të hyrë dhe për të shkuar në autostradë. Në Astir? Tek tuneli, para se të futesh në autostradë. I Astirit aty fillon bllokimi sepse të vinë dhe makina nga lart, nga Lapraka, ku është bërë aerotondo. Po do të vinë detyrimisht, pra kjo sjell. Nuk janë bërë makina. Kur del nga Astiri, në tuneli që del në Astiri, edhe të vinë dhe makinat që vinë nga Lapraka. Por të gjitha këto, po vinë dhe makinat që vinë nga Unaza e Re, në pjesa e re. Të treja bashkë këto, sjellin që të rëndohet trafiku dhe ka mjetet të cilat do të ikin për Kamës, ka mjetet që do të ecin drejt në Unazë. Këto gëshetohen me njëra tjetrën fluksi lëvizjes dhe si rjedhoj, sjell pasaj që mjetet që dalin nga tuneli që vinë nga Astiri, blokohen, rëndohet trafiku dhe jashtë tuneli dhe vjen në Unazë, mjetet që vinë nga Lapraka rëndohen përsëri dhe mjetet që vinë nga Unaza e Re. Të gjitha këto sjellin një rëndes të trafikut. Këtu duhet ishte bërë që të mos nërprisin fluksin e njëri tjetrit. Të vazhdon televizja pa ndërprerjen e fluksit e njëri tjetrit. Po me semafor nuk zgjidhet kjo? 100 metra çdo ku diun. Ke shumë trafik. Ke shumë trafik. Bërja e këtyre rrugëve ka bërë që lëvizja në këto rrugë të jetë më e shpejt, më komode, kurse hyrja dhe dalja në këtë rrugë është tepër e vështirë sepse ka ndërprerje të fluksit të lëvizjes së mjeteve. Po si e kanë zgjidhur tjerët? Nuk është se ne e kanë bërë me kalime në disnivel, kalime të tjera në disnivel. Kanë me 5 kate, 6 kate, 10 kate mbi kalime dhe nën kalime. Flasim për vënde zhvilluara Kore Juzut apo Amerika, flasim për... Edhe ky vënd, po ka mjete, ka shumë mjete. E ke këtu, e ke tek Astiri, e ke tek Pallati me Shigjeta, e ke tek ky kopshi botanik, që i thonë lartë, të gjitha dalja tek kopshi zoologjik, dalja në Sauk, dalja dhe tek Tegu. Të gjitha këto kanë sjell në këto vende kemi një ngarkesë të jashtëzakonshme të mjeteve. Sepse mjetet do dalin nga Unaza e Re. Kalon Tegun, pastaj rruga është autostradë dhe ecën në Elbasan, pastaj fillon historia tjetër në Elbasan, Bradashesh. Që edhe aty është një tmerr më vete. Kështu janë vende ku të bllokohet rruga dhe ndërpritet fluksi i lëvizjes me mjetet e tjera. Po mirë këto, zoti Luzi, po për të shkuar nga kryeqyteti në aeroport, që presupozohet që duhet jetë shpejtësi e madhe. Shiko, shpejtësia është e madhe, sepse vërtet kemi bllokimet që janë bllokimet deri tek QTU-ja, që nuk e kuptoj pse është ai bllokim, rruga është me 2 korsi, mjetet duhet të lëvizin me shpejtësi minimale. Janë punimet e zgjerimit? Jo, punimet e zgjerimit jashtë rruge. Po ta shikosh, rruga është e vendosur me kufizus. Brenda rrugës nuk ke, as mjetet e tonazhit të rënd nuk hyjnë e dalin në këtë krah, po hyjnë e dalin në rrugën dytësore. Vërtet, rruga dytësore është e ngarkuar në rruga ndimse e Unazës, e kësaj rruge. Kurse rruga kryesore rëndohet në negligjenca e drejtuesve të mjeteve dhe ose mosdia e tyre në drejtimin e mjetit. Imagjinohet që ndodhin verë, ku do i drejtohen të gjithë në fundjavë dhe u paralizuan. Do të gjenë një zgjidhje, do të ecin jo në kohën e pikut, po do të lëvizin më shpejt ose më vonë. Po, se ka dhe një gjë për shembull, se përdorin dhe rrugën dytësore, thonë, rrugën e vjetër nga Ndroqi, po ti nuk arrin dot të kalosh kombinatin. Në atë gjendje që është ajo sot, nuk inshallah. Po edhe lyja nga qendra në drejtim të kombinatit është është diçka më ndryshe është. Po prapë bllokohesh? Bllokohet sepse në verë ajo nuk bllokohet, pasi këtu më tepër këtë rrugë bllokojnë shkollat që janë tek ish qyteti nxënësve, shkollat që janë, policët janë të detyruar që t'u japin përparësi mjeteve të shkollave, të cilat her pas here bllokojnë rrugën e futjes nga kombinati drejtim qendrës.